Vllaznia në futboll për femra ka hedhur hapjen e parë të kualifikimit të Kupit të Shqipërisë, teksa fitoi në takimin e parë ndaj Atletik Klub Shkodra me shifra të thella 9-0. Me zëvendës tani në vllaznisë Paula Jaku. Urime profesorish. Faleminderit. Dhe një fitore e lehtë duke u bazuar tek shifrat, por në një farë mënyrë edhe skuadra kundërshtare lëvizi. Dhe pse është një skuadër modeste? Them drejtën, ne u fokusuam sot më shumë tek vajzat e reja, te lojtarët e U17, ato ishte përqendrimi më i madh, të pas parasysh që kishim një ekip që është relativisht i lehtë, edhe u munduam sa më shumë të aktivizonim vajzat U17 që të shohim edhe ne për të ardhmen disa nga lojtarët tona. Megjithatë, fitoria e thellë me 9 gola tregon se është vllaznia një hap para dhe shumë pranë kualifikimit. Besoj se është gjithçka mbyllur apo mund të ketë ndonjë surprizë nga kundërshtari. Absolutisht, ne jena të përgatitur shumë për këtë pjesë dhe besoj se nuk do kemi as pak surpriza. Siç u pallën neshe, ne dominuam komplet edhe pse kishim vajzat që ishin nga ekipi i voglave, kështu që nuk besoj se do të kemi surpriza në këtë aspekt. Vllaznia për femra në futboll mbylli vitin 2025 i kampione e dimrit dhe më njëherë e nis 2026 me një fitore bindse për kupë. Çka tregon se luftohet në dy fronte, Paula? Absolutisht, këto janë ndër qëllimet kryesore, të pas parasysh që vjet nuk ishim pjesë e kupës, tashmë këtë vit ne synojmë që të marrim të dyja edhe bëjmë një paraqitje sa më të mirë në të dy anët. Jeni për krah kolegu tuaj Igor Leka, i cili mund të themi ka shkruar historinë nga 12 titujt të vllaznisë në futboll për femra, 10 i takojnë profesor Nikolin Lekës. Patyshim edhe një kënaqësi dhe privilegj për të marrë nga përvoja e profesorit. Absolutisht, unë jam shumë krenare dhe ndihem shumë mirë që jam për krah profesorit. Aq më tepër që ai ka një eksperiencë të gjatë si tek djem, tashmë edhe tek vajzat edhe me trofejt që e ka marrë. Ndihem shumë mirë dhe privilegjuar që jam për krah tij dhe profesor Fabioli. Paula Jaku ish kapiten e Jubandanjës dhe golshënuese shumë e aftë në futboll në lutje, por tashmë një trajnere që po rritet ditë ditës. Kohët e fundit keni konsumuar dhe jeni licencuar, keni kaluar një kurs shumë të rëndësishëm kualifikimit në Hollandë për trajnerë futbolli. Diçka për këtë përvojë hollandeze, kush merr të pjesë dhe çfarë mund të themi morët nga ky kurs? Ne morëm pjesë disa shtete, duke pas parasysh Skocia, Greqia, shtetet ndryshme të Europës. Ishte një ndër kurset shumë bukur që ne na dha një eksperiencë tepër të bukur dhe të veçantë, duke pas parasysh që ne vizituam pjesën hollandeze të kombëtarës, ose më saktë thojmë ku u stërvitet kombëtarja e djemve dhe e vajzave. Morëm disa nga këshillat që ne na nevojiten tashmë në futboll, edhe duke pas parasysh pjesën që studimet e fundit tregojnë për futbollin e femrave në përgjithësi në botë, sa është numri, si është rritur numri tek pjesa e futbollistëve, gjithashtu edhe e trajnerëve. Paula Jaku sot bashkëpunon me klubin e futbollit Vllaznia, me president Lazar Matin, që është me vërtet një nga kolosët dhe menaxhuesit më të mirë të futbollit shqiptar, por ndërkohë presidenti i hershëm i Jubandanjës, babai juaj Ferdinand Jaku, që ka investuar shumë tek ju, tifoz me vllaznin tashmë, patjetër ka qenë dikur kundërshtar në vllaznin, por duhet të jetë bërë tashmë tifoz me vllaznin. Ai ka qenë gjithmonë tifoz i vllaznis, por tashmë është edhe pjesë e është tifoz jem personal i herën radhëpar, më pas bëhet edhe tifoz i vllaznis. Absolutisht ai është një ndër mbështetjet kryesore jam, kështu që Paula Jaku, urime për rritjen tuaj si trajnere dhe suksesin në vazhdimsi. Shumë faleminderit.